Përshëndetje, takohemi sërish në emisionin Shnoshe Mirë. Sot do të flas pak më tepër për yndyrnat. Vite të tëra, nutricionistët dhe mjekët kanë rekomanduar që të marrim sasi shumë të vogël të yndyrnave për të parandaluar sëmundjet dhe obezitetin. Ajo që sot mendohet dhe është dëshmuar është se yndyrnat janë të domosdoshme, mirë po duhet të jetë sasia e limituar, por edhe çka është më e rëndësishme, të zgjedhet lloji i yndyrnave. Me ushqime të caktuara mund të marrim yndyrna jo të mira, jo të shëndetshme ose yndyrna të këqija, të cilat na rrezikojnë për sëmundje të ndryshme, mirë po mund të marrim edhe yndyrnat e mira dhe të shëndetshme, të cilat na mbrojnë zemrën edhe trurin. Kështu që duke ditë dhe duke marrë informata se cilat lloj ushqime t'i marrim për të siguruar yndyrnat e shëndetshme, ne ndikojmë për të përmirësu edhe shëndetin, mirëqenjen tonë, për të rritë disponimin, por edhe për të ngushtu belin. Yndyrnat i marrim me ushqime bimore, por edhe shtazore. Ato kanë disa role për organizmin tonë. Në radhë të parë janë burimi i energjisë, mirë po janë edhe burim i disa aminoacideve yndyrore esenciale, të cilat organizmi nuk mundet vetë që t'i prodhojë. Janë po ashtu të domosdoshme edhe për absorbimin e disa vitaminave, të cilat mund të depërtojnë në organizëm vetëm në qofse tretën në yndyrna. Mirë po, yndyrnat japin shumë kalori, dhe në qofse nuk bëjmë balancim dhe marrim sasi të tepërt të kalorive, atëherë do të shtojmë peshë. Shtimi i peshës ose trashësia është vetë sëmundje dhe na rrezikon nga një varg sëmundje të tjera. Kështu që gjithmonë duhet të kemi kujdes në seleksionimin dhe në zgjedhjen e yndyrnave. Të mirën vetëm yndyrnat e shëndetshme dhe të jenë në sasi të limituar. Janë dy lloj yndyrnash të dëmshme. Yndyrnat e ngopura, që kryesisht i marrim me ushqime që janë produkte shtazore, siç është mishi i kuq, mishi i shpezëve, sigurisht ai me lëkurë, por edhe prodhimet e qumshtit me yndyrë të plotë. Të gjitha këto, nëse mirën në sasi të madhe, e rrisin nivelin e yndyrës në gjak dhe atë të LDL holesterolit apo holesterolit të keq dhe na rrezikojnë nga diabeti, nga dislipidemia, nga sëmundjet kardiovaskulare. Yndyrnat tjera të dëmshme janë transyndyrnat, të cilat në ushqime natyrore gjenden në sasi shumë të vogël. Mirë po ne kryesisht i marrim përmes yndyrnave të përpunuara, siç është margarina, të cilat janë yndyrna të hidrogenizuara. Këto lloj yndyrnash, përveç që rrisin nivelin e yndyrës së keqe në gjak, LDL-it, e ulin edhe yndyrën e mirë, HDL holesterolin, i cili na mbron nga dislipidemia dhe nga sëmundjet kardiovaskulare. Yndyrnat që përdoren për ushqim, të cilat në përmbajtjen e tyre kanë transyndyrna dhe yndyrna të ngopura, pra yndyrnat jo të mira, në temperaturë të dhomës janë të ngurta apo solide, dhe kështu mund t'i dallojmë, siç është yndyra me prejardhje shtazore, gjalpa edhe margarina. Ndërsa yndyrnat e shëndetshme janë yndyrnat potencialisht të dobishme për organizmin ton dhe këto janë yndyrnat e pangopura. Këto janë kryesisht yndyrnat me prejardhje bimore dhe këto yndyrna në temperaturë të dhomës janë të lëngshme. Një lloj yndyrës së pangopur dhe shumë e dobishme për organizmin ton është edhe omega 3. Në mënyrë të natyrshme, omegën 3 mund ta merrni përmes peshqive të yndyrshëm. Ekzistojnë edhe ushqime bimore, të cilat kanë omega 3, mirë po, ende nuk është dëshmuar se a e kanë efektin e njëjtë, sikurse ajo me prejardhje nga peshqit e yndyrshëm për parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Pra ushqimet e pangopura dhe të shëndetshme mund t'i merrni në mënyrë të natyrshme, duke konsumuar mishin e peshkut të yndyrshëm, siç është salmoni, tuna, trofta, sardelet, apo përmes vajrave të farave dhe të bimëve të ndryshme. Mos përdorni yndyrna të cilat janë të hidrogenizuara apo ushqime që kanë përmbajtje të tyre, dhe gjithmonë kur përdorni mishin e kuq, zgjedheni që ai të jetë me sasi sa më të vogël të yndyrës. Nëse përdorni mishin e shpezëve, gjithmonë largojeni lëkurën e tyre,
por të çfarë do lloj ushqimi që përmban yndyrë dhe që është burim kryesisht i yndyrës, keni kujdes sasin. Ishte kënaqësi të shoqërohemi sot. Na përcjellni edhe në emisionet e ardhshme. Mirupafshim.